Në këtë dokumentar shpjeguam se pse The Albanian Files mban fakte të dorës së parë ta ambicjes së pafret kryeministrit shqiptar Edi Rama. Të gjitha mediat ndërkombëtare kanë shkruar për Zvërnecin, për faktin se aty është familja e presidentit amerikan. Pikërisht për atë kanë shkruar, sepse drama e vërtetë e Shqipërisë është Butrinti. Ky nuk shikon dot, po themi bar, po them në figurative, nuk shikon dot një lëndin, sepse i duket sikur tek ajo lëndin duhet të ngërë një monument të unit ti glorios. Atëherë lëndina nuk ekziston, duhet ngrëm vetveten, ajo duhet jetë pasqyre imja dhe arkitekturën sidomos, e ka, siç e tregojnë këto Albanian Files, e ka si instrumentin kryesor. Jugu është një shans i humbur. Dhe më vjen keq ta them këtë, është një masakër që është bërë. Neve kemi masakra më e madhe që kemi bërë neve këto 35 vite është Durrësi. Ajo që pëndon lagunën e Nartës është nga katastrofat më të mëdha midisore që ka ndodhur në Shqipëri në 30 vitet e fundit. Aty kuptuam se shumë prona private dhe publike të shqiptarëve do të zaptoheshin pavarësisht se ata nuk ishin në dieni të këtij fakti.